Kjo fillim jave ka nisur me trafik të rënduar në Lezhë, që në orët e para të mëngjesit fluksi i lartë i automjeteve ka sjellë vështirësi në qarkullim, duke krijuar rrallë të gjata dhe kaos në disa prej akseve kryesore të qytetit. Ngarkesa më e madhe është konstatuar në aksin Milot-Ballldren, ndërsa trafiku i rënduar është raportuar edhe në rrugën drejt Shëngjinit, një nga zonat më të frekuentuara gjatë sezonit turistik. Problematika nuk është kufizuar vetëm në këto dy akse. Fluksi i lartë automjetësh është shfaqur edhe në rrugët e qytetit të Lezhës dhe në zonat periferike, duke bërë lëvizjen të vështirë dhe duke zgjatur ndjeshëm kohën e udhëtimit. Situata lidhet me pikun e sezonit turistik, por edhe me kthimin e emigrantëve që kanë zgjedhur të kalojnë pushimet në Shqipëri. Rritja e numrit të automjeteve ka sjellë një ngarkesë të shtuar në rrjetin rrugor të Lezhës, veçanërisht në akset që lidhin qytetin me zonat bregdetare. Për menaxhimin e trafikut, policia është vendosur në disa pika problematike, duke ndërhyrë për orientimin e automjeteve dhe lehtësimin e qarkullimit. Me fluksin e lartë të turistëve dhe emigrantëve që pritet të vijojë gjatë gjithë muajit gusht, ku trafiku i rënduar pritet të mbetet një problem i përditshëm në rrugët e Lezhës, veçanërisht në oraret e pikut dhe gjatë fundjavëve.